Stuhia e breshërit që ra pas ditën e djeshme në qarkun e Elbasanit shkaktoi dëme të konsiderueshme në disa fshatra, kryesisht në sektorin bujqësor dhe pemtarinë e zonës. Më të prekur sipas raportimeve të para rezultojnë të jenë fshatrat e njësisë administrative Tregan dhe fshati Bathës. Sipas banorëve, stuhia ka nisur papritur rreth mesditës dhe ka zgjatur për afro një orë, duke lënë pas një panoramë të rëndë shkatërrimi në ara dhe fermat e shumta të zonës. Banorët në Tregan dhe Bathës janë të njohur për kultivimin e ullirit, qershisë, portokallit, rrushit dhe kulturave të tjera. Kultura këto që përbëjnë një burim të rëndësishëm të ardhurash për familjet fermere të zonës. Fermerët janë shprehur të dëshpëruar nga dëmet e mëdha të shkaktuara. Breshi ke unë ka shkaktuar serën, si që pat, pemë, gjitha ullirin nuk e di se kam pa. Kështu që, po në më shteti ma shumë për serën, që të ma mulloj, po tjerët, po iko e punu doq. Po kultura asera, unë e kam bo gati për ta mjellë, kam parosit fareshet, po ku? A i doj 1 milion lek që ta mulloj unë. Ku të gjej 1 milion lek? Jonë që në të poshtë e shkatëroj gjithë. I me ulliri nuk e di, a ka po dama, s'ka po se kam pas, se kam larkë. Po qarë qojme, s'ka shteti, po i festoj mirë, po se festoj në dërzur jemi prapë. Portokalla, limona, mandarina, hurma, kumlla, rrush, të gjitha i ka dëmë të breshë. I ka shti me gjethën tokë, me asiloj pëmë s'ka ngelma. Kemi pa, po si këj breshër jo. Ato kemi musimet ke qenona, ma to shemine. Për të bërë thirrje autoriteteve që të zbresin me njëherë në terren për të bërë verifikimin e dëmeve pranë banorëve të fshatit Bathës, ishte kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate për Elbasanin Erion Murataj. Ditën e djeshme në njësinë administrative Tregan, në njësinë administrative Shirgjan dhe atë Gjergjan, shirat e rëmbyshëm dhe rreshtet e breshit kanë shkaktuar dëmet pa llogaritshme në bujqësi. Padyshim që sot duhet ishte dita që të gjithë institucionet duhet ishin në terren. Jo duke për fushat për të paburrat e politikës 35 viteve të Elbasanit, të cilët me rakun e vetëm kanë 11 maj për të mbledhur votat. Votat në fakt janë besimi i qytetarëve. Për sa kohë i zhgënjeni, për sa kohë nuk i shërbeni, nuk keni fytyrë dhe moral për t'i kërkuar. Nga Bathësi, ku qytetarët janë shprehur se dëmet janë të pa llogaritshme dhe të pa rikuperueshme. Thirrja ime është për institucionet. Dilini për zot qytetarëve, atyre të cilët i merrni taksat për të paguar pagat tuaja për të vjedhur qytetarët e Elbasanit me tendera korruptiv, të cilët sot e për gjithë ditën janë të faktuara nga institucionet ligjzbatuese, pasi gjysmën e drejtorëve i keni në hetim nga SPAK. Dhe një herë tjetër thirrja është lëreni të llovim politike. Lëreni Elbasanin 2030 dhe atë të madhështor, sepse fasada ka rënë kur Elbasanin e shikon një lloj si mes jetë, dhe jo atë 2030. Dhe një herë tjetër, unë kam një thirrje shumë të sinqertë për çdo qytetar, për çdo banor të Treganit, për çdo banor të Shirgjanit, për çdo banor të Gjergjanit. Fakti është kokfort dhe sot dhe përgjithmonë, asgjë nuk ndryshon. Ka zero reagim nga institucionet ndaj në 11 maj. Besojini atyre që ju kanë gjetur dhe ju kanë gjendur pranë në hallet tuaja. Besojini krave, besojni punës. Fasada e 35 viteve të paburrave të politikës Elbasanit ka rënë dhe këtë herë dhe ditën që ju jeni në hall dhe nuk mbuloni dot shpenzimet tuaja në bujqësi. Në shumë prej parcelave me pemtari dhe vreshtari, gjethet dhe frutat janë të dëmtuara ose të shkullura tërësisht nga degët, ndërsa disa rënj janë dëmtuar në mënyrë të parikuperueshme. Breshëri ka dëmtuar gjithashtu infrastrukturën bujqësore, përfshirë sistemin e ujitjes dhe rrjetet mbrojtëse të serave. Të tjerë fermerë shprehen se dëmet financiare janë të pallogaritshme për momentin, ndërkohë që kërkojnë ndihmë për ndërhyrje emergjente nga strukturat shtetërore dhe vlerësimin e dëmeve, si dhe mundësinë e kompensimit. Shumë në rrush, në qershie, në dardhat, të janë kulturat që ka ba më shumë dëm. Edhe perimet që janë jashtë në fush, 30 minuta breshër, shumë breshi i rëndë. Sa i vlerësoni dëmin që ju është bërë? Se duke qenë se është periudha ku fruti ishte krijuar tashmë? Mbi 80%. Janë të dëmtuar. Pa. Nuk hynë punë ma fruti. Se është dëmtu nga... Pjesa që ka mbetur, mendon se mund të shitet me çmim të mirë në krejt? S'besoj. Askush nuk vjen që të kontrolloja, të shikoja çfarë dëmesh kanë bërë bujqësisë. Shumë dëm ka argju. Tani ka shkatruar komplet ato breshtat e ullishten, bim që janë kanë jashtë, si pasojë breshit që ra gati afërsisht 1 orë, sa ju zbarthë
toka. Kush e vlerëson tash tjetër, është që i vështirë ta vlerësosh tash sa ai rrushi sa pa të qelur. As nuk ishte një pllama e lasare e kputi e lçojnë tokë. Po nuk diskutohet fare ajo, as më bëhet fjalë për ato që ke nisur prodhimin. Qershin sipër atje që me kokra ato i kanë çuar tokë. Qershin e ka dërmu. Ka rënë tokë, ajo nuk vlen më ajo, nuk vlen. Edhe ajo kokër që ka ngel është dëmtuar, është e brame edhe kështu që nuk Për këtë vit shpresa. nuk shpreson fare, na besoj të bjelim më tjetër atje në prodhim. Po çfarë ndihmë do bëjnë? Po që se ka mundësi shtetit na animoj, na japi diçka sa për të kaluar atë radhën, pa e di më të punës se nuk është hera parë kjo, ka pasur edhe raste tjera dhe kështu që nuk e kemi marrë atë. Nuk kanë bë dëm shpërblim për damat e kësaj atyre. Bujësia ngelet. Pensioni sa marrin pension kooperativa më bie. Po çfarë me sa të zgjidhim neve, do rrinë ashtu siç janë. Çfarë do bëjmë? Pemë ran tok. Po shtetit i bëjmë, kujt i bëjmë neve? Kujt i bëjmë me apel për ndihmë? Vetëm shtetit. Stuhit me breshër janë gjithnjë më të shpeshta në këtë periudhë të vitit, por sipas banorëve dhe specialistëve të bujqësisë, kjo ishte një nga stuhit më të fuqishme të viteve të fundit. Ekspertët paralajmërojnë se për shkak të ndryshimeve klimatike, raste të tilla ekstreme pritet të shtohen duke rritur rrezikun për prodhimet bujqësore dhe ekonominë lokale. Autoritetet vendore ende nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare mbi shkallën e dëmit apo masat që do të merren tek familjet të cilat janë prekur.